Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë shumë të shëndetshme dhe mbi të gjitha një bombë proteinash. Ju ftoj që ta përgatisni pasi janë dhe një ide shumë e mirë për t'i marrë me vete në punë apo edhe në shkollë, pasi janë krokante, të shijshme dhe mbi të gjitha të shëndetshme. Na nevojitet 250 gram të shër, 2 lugë gjelle fara susami, 2 lugë gjelle fara lule dielli, 2 lugë gjelle fara kungulli, pak krip, 5 gram pluhur fryrës ose 1 lugë çaji, dhe masën do ta përzijem shumë mirë derisa të lidhen të gjithë përbërësit. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Do vazhdoj me 2 vezë dhe 20 ml vaj ulliri, duke shtuar edhe djath. Unë kam zgjedhur djathin e shkrir pasi ka mjaft proteinë dhe e preferojmë shumë në familje. E përziejmë mirë me ndihmën e një luge në fillim dhe më pas nëse nevojitet mund ta përzijeni edhe me duar. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të ma shkruani në koment. Pasi i kemi përzier mirë, duhet ta formohet një masë e butë dhe e njëtrajtshme në mënyrë që ta punojmë mirë me duar duke i dhënë formën si tregohet në video. Në fillim do ju prishen, por mos u shqetësoni, pasi me pak mundim do ja arrini që t'i jepni një formë. Mund t'i vendosni si në formën e kryqësinjave ose mund t'i pishni edhe në formën e një buke. Do t'i lyeni me kujdes në mënyrë që të mos ju prishet forma dhe më pas i vendosim në tavën e pjekjes duke vendosur letër pjekjeje poshtë dhe i pjekim në 180 gradë derisa të jenë gati. Mua më morën rreth 20 minuta. Keni parasysh që pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Ky është rezultati pas pjekjes, mund t'i konsumoni të ngrohta, por edhe të ftohta shijojnë. Ju sugjeroj t'i provoni dhe t'i shijoni. Nëse ju pëlqen kjo recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë do dëgjohemi në receta të tjera.